në një video tjetër në këtë kanal. Siç e shikoni, jemi në një vlog dhe jemi në Athinë. Sapo arritëm, sapo u futa në shtëpi, doni po kërkon parking. Kemi ardhur këtu në Athinë që në fillim të muajit korrik. Ose fare nga fundi i qershorit, kemi shumë kohë pa ardhur. Bëra porosin sepse ora tani është 1:30 natës, kështu që bëra porosin gjatë rrugës kur po afroheshim. Dhe erdhi motoristi në kohën që ne arritëm poshtë, kështu që të paktën nuk na priti. Dhe dalova normal që mora dhe embëlsirën e preferuar, e dini ju, profiterolin e gjë e parë do më thënë që blej unë sa po arri këtu në Athinë, pa ardhur akoma në shtëpi, shkoj njëherë të pasqeria, marr profiterolin dhe pastaj vi në shtëpi. Dhe këtu kemi marrë zakaru. Do jo t'rregoj pastaj, janë ato burgerat me mish pule, kamaruria, si fillim të futëm të bëj një banjë shpejt e shpejt, dhe pastaj të ulemi, të qetësohemi, të ham, të flem, kemi ardhur për punë si gjithmonë, por gjithsesi të paktën më kishte marrë malli për shtëpinë, kështu që të paktën ta shijojmë këto 2 ditë që do jemi këtu. Përshëndetje nga dita tjetër. Një sekond se nuk kam vend rrit. U zjam, ora është 9:30. Vajti 10, vajti. Në orën 9 u zjuam se kemi ardhur shumë vonë. Hengrëm, derisa bëra banjë, derisa hengrëm, vajti vonë, kështu që fjetëm vonë. Do na thoni përshëndetje, mo çka ke që na rri jashtë. Me mua kishe? Me ty, po. Përshëndetje. Po, shqyr, me zetën zorë një përshëndetje. Kujtova se flisje për... Qa kujtove? Se flisje akoma vetë, hadi. Zdoje të më ndërprisje. Harrova të them që kam bërë flokët përsëri, kam bërë pak më... ngjyrë pak më natyrale. Pra, jersova pak. I kisha hapur njerë si fillim. Për ditëlindje i hapa ngjyrën, por nuk më pëlqyen aq të hapta, kështu që i ersova pak përsëri. Nuk janë të zeza, por janë si gështenj, si çokoladë, domethënë si gështenj janë fiks tani, janë ngjyrë natyrale siç duhet të jetë. Po ikim për koleksionin e Angelit, dua kafen nga Pseri këtej. Mora kafen nga Mikel, mora dhe këto. Kulurja këtu. Pasha? Ka pistake brenda? Të pëlqen. Hajde. Të gjitha do në parking, të gjitha. Erdhëm në supermarket, ne mbaruam, sa shkrim që në bleva diçka t'ja u tregoj. Mbaruam me koleksionin e Angelit dhe kemi ardhur tani në supermarket të bëjmë ca blerje sepse është e shtunë dhe nesër janë mbyllur, kështu që të paktën edhe sot mbyllen shumë shpejt, kështu që erdhëm një këtu. Ua, do të tregoj çka kam bler. Ta dini ju për çfarë e bleva këtë këtu? Vetëm sepse thoshte këtu sticky toffee. Të vjen ta hash, nuk e keni idenë se çfarë arome ka tamam. E shijon, unë ri. Ja bëj kështu. Më duket sikur dua ta ha, është e papar. Kushtonte pak si shumë. Po isha fiksuar. Vetëm nga shija që kishte, thash do marrësh nga Gisu, sapo ishte futur te Sephoraja. Çmimi më duket se ishte 29 euro. Për një lip oil është pak si shumë, po jo vlenti. Super bukur. Kurse e mora dhe diçka tjetër që duhet ta ndroj sepse ma kanë dhënë gabim. Hajde shkojmë tani te marketi.
Uroj mos më thoni me gjë për cilësinë e videove sepse e kam marrë 17 Pro Maxi me thonë që është më mirë se kamera. Bëjnë drita, është një dritë e prishur, thonë që ka cilësi aq të mirë sa më mirë se kamera. Kështu thonë. Dhe unë e kam marrë vetëm për videot e YouTube-it dhe për videot dhe fotot të saudezës normal. I them Donit se vajti fillovi po vendos të gjëra në Google priti them se s'kam bërë supermarket hall. Nxjerr këtash. Do më thënë në këto, se më shegës. Ajë këtë me si presë ta provoj se bio. Është 100% leng shake. Thot, kështu që e kemi vendosur të Google ta pim këtu. Vitam quhet. Ky tamam me ka emrin Vitam, por në Shqipëri e thonë Bitau. Se më kemi thënë një pse e thua ashtu. E kam thënë Bitau për njerëzit që e thojnë në Shqipëri, kurse si emri është Vitam. Tamam. Tu kemi një Philadelphia. Mora edhe këto dy pijet këtu, që janë në frut pasioni. Kam provuar njërën nga këto, por nuk mbaja mend cilën, më duket se kam provuar këtë. Dhe vajta kërkoja edhe për frut pasioni, që të bëja një si koktejl, por nuk gjeta. Pra kemi ty. Krip, tjerat i futi do një frigorifer, tjetër futet i futi. Fanta, jo Fanta fix, po si tip Fanta. Këtu. Një Fanta ke dhe një kështu. Këtu kemi këto që unë vdes për këto, janë kështu si biskota shumë të buta me banane dhe çokoladë dhe drithra. Është shumë e ëmbël, por ju e dini unë vdes për templat. Bukë për tosta, për Shqipërinë. Dhe këte me fara dzeza se kam qefur. Pasëri për tosta. Bukë të thata këtu janë shumë të mira, sidomos t'i hash me djathë dhe me domate, kam blerë dhe një djathë që është shumë i mirë. Balsamiku që është për salat. Çokolata e preferuar e Donit. Mora këto biskota që janë me çokoladë, bigollë që nuk është ka marrë shumë, që bitërës nuk e di pse, që nemu. Këto dy birat këtu, që janë pa alkohol. Të nxjerë një ka bënë që shokin që janë për frigorifer. Qumësht. Mora këtë kosin që është me arko kosi, kam qef që ta provoj. Djathë buta për tosta. Ky është djathë që u thash, është me 4 lloj pipere. Kështu që nëse vini në Greqi duhet ta provoni, është tepër i mirë. Djathë kaçkavallë. Mora 2 lloj prosciutto pule. Linguini. Doni ka mish. Ardo? Duket se ka marrë mishkeci. Që marrë mishkeci këtu? Qa ka ma? Mishkeci. Po. Po, shlotë ma me direkt edhe të pa tjekur nuk ja drojë dhe tjerë. Jo më kufi që një kam me. Kjesh ka të bardha, unë vdes për këto dhe në Shqipëri para i gjejë të laj. Dhe një qeske madhe me limona, që s'po e hapë, sepse... Limona nuk e do t'i vash për vete, A ti fus të ngrirje këto? Apo jo? Më mirë fute gjithë mishin ngrirje, dhe në dërsa ti kemë një dhërën. Në ngrirje? Po. Banane? Po, fruta di ka marrë për këto normale, që ti ham këto di që jemi këtu. Cornflakes, makarona fjongo, i kam shumë qef. Këtu tani i kemi gatruar oriz për pilav, 1, 2, 3 pako, franqese për plera, 2 top. Dhe këtu janë gjitha gjërat për Donin. Pas të ëmbësh, furça, përsëri furça, Doni dhe më thënë nga këto gjithmonë ka në çantën e kraut, që sa që u dhëton
Do gjesh me pa tjetër 2-3 nga këto, se cilat. Se tjetër kam marrë. Brisje, ju thash, ka vetëm qëra për doni. Mora dhe një piskatori për vete. Shkum për donin. Andi djerës për donin. Doni këto për i lënë në qesë si që janë. Kjo është për të bardhat, për rrobat e bardha kur fillojnë edhe marrin ose zverdhen ose nga uj, nga kriprat mund të marrin një ngjyrë si më në gri, kuptoni? Domethënë nuk e kanë atë bardhën tamam siç duhet. Vendos nga kjo dhe kjo është për zbardhus, domethënë. Nuk është klor, është thjesht për të marrë ngjyrën që duhet. Përsëri mora 2. Shikoj kisha. Tjetri që ti provojmë. Da. Hape tjetra? Jo, më sotë, po dhe në ajo tjetra. Gjera. Këtë desha, no? Balsamiku për sëri, për salata. Do një këto të pa hapurat lërë që ti marri mandi. Po pra nuk. Kokoshka, si ndonë. A pëse mori dy, pëse mori në ato njësoj? 2 lloj kokoshkash, njësoj do më thënë që marrë tjetër. Tomate, jeshile, buk. Këto dyja, përsëri buk. Nuk e kuptoj pse morën të thua që kur ti marrë dhe bukë po bën dhe sallatë, doni po bën sallatë mbrapa. E vetmja gjë që mund të bëj doni në gatim, domethënë doni ça nuk bën, çdo gjë Izadora për të gatuar se ka fare. Sallata të qanë vetëm sallata mund të bëj. Boronicë. Mora që ki hanë bashkë me kos. Pomodorini, unë vdes të ha buk të thata që ju tregova me pomodorini dhe ja të pjasin me 4 pitere. Makarona pene, që unë ju urrej po fëmijët janë shumë shqimara të fëmijët. Faracia, farakungulli. Më duket se mbarova. Po, tani ti rregullojmë këto, gjitha gjërat që janë pasaj për lavatriçe. Çfarë janë për frigorifer, çfarë janë? Jo, ato të lavatriçes të rrobave këto i kemi lënë në makinë. I kemi lënë gjitha ato që janë të lavatriçes të rrobave, domethënë dhe këto i kemi lënë në makinë. Që mos i merrim këtu, se gjitha i kemi në Shqipëri. Kam gjetur një aromë zbutës tepër të mirë, shumë të mirë, duke qenë se është markë greke. Dhe ka tani, hajtë sistemojmë gjitha këto. Të të sistemojmë gjitha dhe një. Porositëm dhe sullaqe që të ham. Tani se mi klodhur. Porositëm që kishim të radhe gjera. Fiks për zote. Do vesh dhe domatet vogla, apo jo? Jo. S'ka lezet domatet. Ta provoj njërë. E të domatet vesh? Ne? E të domatet bulgur, pësa shë që jabu? Se aroma jo dhe nga dhe jo. Jo dhe shumë. Po. Erdhën suflaqet dhe do ta shoqëroj me këtë këtu. Shefa. Sa ku kam. Ja nisi gjithi dhe që i ka fiksim. Ja. A ti bejda unë analizat më dëmë? Jam që jam. Dorim të një ka. Bëj. I po të mete. Se dhe në një shtua i njërë. O plët darja me dhe. O plët darja të. Do t'i nisim? Po të thashëm. Hello, nga dita tjetër. Po shkojmë te Rita. Është diell sot, kështu që nuk kemi punë sot në dyqan e fare. As për koleksionin. Thjesht të qetësohemi. Ja, trajtimi këtu.
Ja trajtimi, me masazh, me gjëra të mira. Anuli, na thuaj një përshëndetje Anuli. Përshëndetje. Ke ko pa dalë këtu në YouTube Anuli? Të gjithë përshëndetje. Përshëndetje. Po ka mama djalë. Kena doni vaj, kena vë masazh. Anuli, ç'a bëndoni aty më Anuli? Ç'a bëndoni aty më? Kush të bën më shumë? Izmet. Daja apo unë? Se kaq për kujdesje mothje? Se ka ardhi. Ke besën apo ke dhëndrin? Kemi çik me... Ne kemi baj me atër, e kemi çik me atër të vendrin. Të vendrin, e? Dhe është pak i lodhur këtë. Është pak i lodhur. Lodhur nga jeta jo. Ere njesh. Masazh me gjera këtu. Relax. S'do doj tiki tani. Anuli. Anuli, kur do bëjmë challenge neve? Herës tjetër kur të videza prapë bëjmë challenge si atëherë, ti mase? E po s'na the asgjë këtu, si po kalon. Mirë. Do ta shikosh videon këtu kur ta nxjerrë ideza? Ta shikosh? Thoj për shkollën e re që kemi vajtë. Thuaj pak te shkolla si po kalon. Të pëlqen shkolla ku ke vaj tani? Është bukur. Ke bërë shok. Hajde këtu mo, mos ik, hajde këtu. Ka bërë shoke. Po. Anuli. Ja thuj pak, atë këngën e re të Noizit që të pëlqen. Do na vesh të gjejmë? Po. Hajde. Hajde të gjejmë bashkë, hajde. Sa i bukur është bërë roshi. Anuli. Sa i bukur është bërë roshi. E kemi roshin Shkodran, e? E mbani mend që e kemi sjell nga Shkodra deri në Athinë. Roshi bukur roshi. Sa i bukur është bërë. Ua, shiko, Anuli vjen rahat, Anuli. Anuli vjen rahat, ma Anuli, shiko. Anuli, hajde mere pak roshin. Ja ke do më shumë. Ja ke do më shumë roshi. Vetëm Anulin. Shi që i bën Anulin. Roshi. Rita ik për Qafojanin. Për Qafojanin. Shko sa zilika. Unë e kam anin. Unë e kam anin. E kam unë anin. Ka ardhur Rita, unë sa po mbarova me kombinimet e Angel-it. Rita ka gjëra shumë bukura. Hajde shifi, hajde edhe një sy. Do t'i shikoj. Hajde. Dhe do ikim tani te Teze Lola, te Ana Maria, te Teja. Hajde. Thoma, përshëndetje. Shefi i fisit ton jashtë, Thomaj këtu. I qanë këto makaronat me Dhe shefi të ngrënë është doni. Po, për t'i ngrënë është doni. Këto janë pastot. Iza. Cappuccino me. O don. Do ta zej për lesh koke? Po, cappuccino. Cappuccino. Jo, nuk dua cappuccino. Iza, do të raje? Jo. O njerëz. Nuk di çfarë thim, po e bësi meja. Hajde. Dil jashtë. Jo, hajde tikim. Dil jashtë, Deza. S'dua, hajde. Deza, dil jashtë, se s'më ke parë me nerva. E di shumë mirë kur i natosem. Foto. Dil jashtë. Doni, do ta raje? Ti mos e përcjell. Mikel, kafeja ime preferuar, Mikel. Mua nuk më pëlqen, sa i pëlqen. Palavi nga i keqe. Jo, e kam mirë, unë vitë të s'paguaj asgjë, kështu i bie. Prandaj zihem me këtë. Të çan kokër se s'më paguaj, prandaj zihem. Unë atë kështu, dhe më thon puluri. I thash, a i blemi për mua, më i thash çfarë do ta. Do ta raj këtë sot. Unë Më ka ngritur nervat. mua çiko sa më ke ngrit nervat.
Unë sa po bëra analizat, e gjaku bëra check-up-in që bëhet njërë në vit, kisha më shumë se një vit vajtër, kështu që duhet ta bëja si s'bën. Dhe nesër dalin përgjigjet. Vajti dhe Rita që më mori çantën. Do një makinë, po ka filluar një shi që s'po lëvizim dot deri te makina. Jemi në ulë të Mikeli, te kafja preferuar e imja, e Ritës jo, por nga halli e pi. Qa do bëj? Nga halli. Qikoj mos gjithë një gjithë tjetër këtu në çanta? Ki qa gjemë? Vetëm fatura, shumë qakiza. Tora do të me... Vajtëm edhe përdonin që berhi një vizitë te doktori, sepse ka shumë kohë. Dhe tani po shkojmë se dua të gjej një pjastër. Rita, kjo pjastra jote më pëlqen shumë se më kanë bajtur shumë mirë flokët. Po, je një kukull. Po. E do ta bëj dorë, merre ti. Nuk më lërat, unë vuaj me këtë, nuk e ti e kuptoni. Tani po shkojmë që të marrë pjastra. Sa e lumtur jam. Puthe, merre djalin do të puth. Puthe doni, puthe. Djali, ja topi borë. O ta dini ju si bënte ky, dëgjovi ascensori dhe kuptovi që i vjen mami. Doni? Ja, doni? E Rita, kur ta shkoj Meri këtë video, pikje zezë do thotë. Ja, Sofia Meri, po jam nga Shkodra, unë thoj, më ka erdhur, thoj, si thon patriotët. Më kanë erdhur patriotët. Moraj kinesi. Kame tora, do vem gjiron e deza tani. Aj, pashi, më kalon mirë. Pashi. Ja lere, ikëm poshtë, lere. Del poshtë me këmo, ja lere. Jo me jo se do bjesh në shkalla, po lere. Jam mos jenë ata të Greco-Strom. Ja, bërë. Një karata ka bërë. Një karata. Shumë të bugra. Jemi në ditën tjetër, sa po mbaruam edhe me disa blerje dhe do shkojmë që të marrë analizat, sepse më kishin thënë që duhet të shkoj sot dhe prandaj kjo është arsyeja që qëndruam dhe sot, që të marrë analizat që bëra atje, e thash bëra analizat atje, po nuk e thash. Nuk e di, e thash. Vajta atje bëra check-upin, sepse kisha më shumë se një vit pa e bërë analizat të përgjithshme gjaku, domethënë. Dhe sot dalin përgjigjet dhe në orën 1 deri në orën 3 është doktori ose doktoresha që të shikoj dhe të më shpjegoj nëse kam nevojë për gjë apo të shikoj analizat si ka dalë me pak fjalë. Dhe ideja është se është ora 3:20 dhe ne nuk kemi vajt akoma dhe pas ka pak trafik, kështu që uroj të shkojmë në orar. Uroj të gjejmë doktorin se atje hapur është deri vonë, po duhet jetë se s'bën një doktor që të na i shpjegoj. Jam e sigurt që anemia do jetë përsëri e theksuar, po të shohim. Sa vap po më duket sot. Dje ishte shumë ftohtë, shumë freskët, sot më duket shumë vap. E ndezë këtë ti? Po. Plasa. Kam veshur këtë nga koleksioni i ri i Angelit, të xhaketën me këtë kanatierën kështu të gjatë, këto pantallonat besh. Doja të bëj edhe një foto dhe nuk bëra. Më bëri doni domethënë mes të njerëzve atje në Ermu, po nuk është se do ligje, kështu që s'kam foto për të postuar. Kam shumë kopa nga këto pyroskip. A more analizat, ti ka shumë analizat, more analizat. Më dalën shumë mirë. Nuk më besohet që edhe anemia më ka dalë mirë. Do më thënë është herë parë që më del mua mirë anemia, nuk e di. Dhe më bën shumë përshtypje, shumë çudi, sepse nuk është se kam bërë në një gjë, nuk e di, thjesht është rregulluar vetë, nuk e kuptoj se si. Super. Ishte pak fare, do më thënë ishte atje ku duhet. Nuk ishte keq. Tani po shkojmë në shtëpi, po ham këtu.
κολλητάρες μου διαθέσιμη σε 3 χρωματάκια. Δείτε λιγάκι εδώ. Πιο ωραίο να το φορέσεις. 3 χρωματάκια και περιμένουμε τα μηνύματα. Рисовал. Po ky më gjithmonë kë po që shko. Oreo, a dhe mu paj, edhe mu paj. A, lotojnë. Edhe disa ta merë të gjithë këtë të madhe. Kura erdha njërë që s'kishit mbaruar akoma. Tash edhe njërë të tonë. Po ky sa ishte? 300 euro. Më Po është më i vogël. Është më i vogël, më duket. Po jo me sa i më i vogël është na. Po. A se ti e do sa ky, e? Është i madh, Sa të bukur e pas kare. Shumë bukur. Ivani. Pastaj po. Pastaj Edhe ky i ka. bukur. Shiko. Po, po, nuk jam. Reja këtu varje se hiq këto. Paris. Jam shumë e lodhur nga rruga dhe nga puna, sepse nga rruga vajtëm direkt e puna dhe jemi marrë me koleksionin e ri. Kështu që tani dua të flem. Mos harroni bëni subscribe, ne do shihemi në videon e radhës. Bëni subscribe që do shkojmë 100.000 subscribers, ju lutem. Shihemi në videon e radhës, Angels, pashim.